international impact. Kryeministër, mirë se keni ardhur. Nëse doni të bëni një revolucion, besojeni të rinjve, sepse ata janë të bindur dhe dinë se çfarë bëjnë. Dhe ata janë të cilët po drejtojnë pikërisht një pavion të ri urgjence sot, me pacient të vërtet. Nëse mund ta shohim. Ky pavion urgjence punon me pacient të vërtet, ku pacienti vjen dhe nuk e takon mjekun. Doktori sot do të jetë pacienti ynë për sot dhe çfarë ndodh në jetën reale është që pacienti hyn, jep emrin dhe të dhënat e identitetit dhe fillon të bëj bisedën me doktorin Bina, që është asistenti virtual mjekësor dhe asistenti virtual di të gjithë historikun e pacientit dhe bën pyetjet e duhura pse ka ardhur këtu. Mjekët harxojnë kohën shumë duke marrë informacione dhe në këtë sistem, kur vjen pacienti, asistenti virtual di të gjithë historikun në sekonda, sepse nuk ka një mënyrë se si një tru njerëzor mund ta bëjë këtë. Tani, Dr. Gans po zgjedh gjuhën. Dhe ne nuk mund ta shikojmë të gjithë procesin, por pas bisedës sistemi do të rekomandoj imazherinë, laboratorin edhe ekzaminimin fizik mjekësor që duhet të bëj dhe në fund të përmbledh të gjithë historikun e pacientit se çfarë ka dhe çfarë duhet të bëj në të ardhmen, qoftë për hospitalizim dhe nëse mund ta dëgjoni vetë. I'll start by reviewing your medical record to ensure its accuracy. According to our records, you have no medical history. After he finishes the taking lead, Dhe pasi përfundon marrjen e historikut, vetë sistemi përcakton përmarrjen e analizave në laborator, sepse mjeku normalisht është nën stres gjatë gjithë kohës. Dhe pikërisht sistemi e di se në çfarë duhet të bëj laboratori. he sends him to Dhe më pas e dërgon pikërisht edhe tek imazheria. Dhe aty merren vendimet më pas. Dhe mund të mendosh që ne ndoshta jemi të guximshëm, dhe jemi. Dhe tani sepse ne nuk mund ta bëjmë gjithçka me një herë, por këtu kemi fiks një sistem. people would tell you not to start. Don't do that. Njerëzit normalisht të thonë që mos e nis gjithçka me sistemin. Prandaj ne e vëmë mjekun këtu dhe ulen këtu dhe kjo është qendra e komandimit. Ata bëjnë mbikëqyrjen dhe vëzhgimin, sepse ne nuk kemi aq guximtar që të bëjmë gjithçka vetëm nëpërmjet makinerisë, por në fillim dhe ne jemi vendi i parë në botë që të trajtojmë pacient të vërtet real në pavionin e urgjencës nëpërmjet inteligjencës artificiale, por e bëjmë në mbikëqyrjen njerëzore. Pra kemi shpenzuar shumë para në mënyrë që të vëmë mjekët këtu, por nëse ja arrijmë në një vit që të provojmë që sistemi merr vendime Not more than this. ashtu si njerëzit dhe nuk bën gabime më shumë se sa njerëzit, ne mund të eliminojmë nevojën e mjekut. Dhe ky është një sistem shumë eficient. What's the future? And this is what But in the meantime, the model is training. Por ndërkohë modeli po trajnohet gjatë gjithë kohës. it's training. Pra ne mund të shikojmë nga këtu edhe nga dhoma e kontrollit të gjithë bisedën dhe kur ulem këtu shikoj të gjitha se çfarë po ndodh. Në fakt të rinj preferojnë që të shtypin në tastier, ndërsa moshat më të thyre duan të flasin me zë më të lartë. Tani njerëzit më thonë, Small, not to change, not such a big change, but we will be. është një ndryshim i vogël, po për ne është ndryshim i madh që nëse ne mund të About reduktojmë këtu 30% ngarkesën e mjekëve dhe këtu kemi 800 pacient për çdo ditë. Nëse 30
apo 40%. Arrim ta reduktojmë ngarkesën e mjekut, mund t'ja arrim dhe ky është një fillim shumë i mirë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Shpresoj që ta keni ndjerë diçka dhe ashtu si ju njoh. Disa për këtyre ndjesive që keni patur sot mund t'i përktheni në veprime që ta bëni Shqipërinë dhe Izraelin më mirë dhe ndoshta botën më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, është një nder i madh dhe një privilegj. Dhe me zor po prisja në fakt që të vija këtu prej shumë kohësh. Dhe takimi u bë realitet, por u bë realitet edhe takimi me mjekët dhe me ekipin nga Spitali Nën Terez. Dhe gjithashtu jemi shumë të lumtur për sa i përket të ardhmes, edhe fal pranisë suaj në Tiranë, edhe fal mbështetjes suaj që ne e vlerësojmë zakonisht shumë